Gjithçka nisi gjatë një vizite të thjesht familjare. Halla ime kishte ftuar gjithë të afërmit për drekë. Aty ishte edhe bashkëshorti i saj, Altini, gjithmonë i kujdesshëm, i qetë dhe me një buzëqeshje që të fuste në mëkat. Unë isha në një lidhje pa dashuri, thjesht për rehati. Por ai më shikonte ndryshe. Më fliste me një ton që më dridhte shpirtin. Pas drekës, ndërsa të gjithë po pinin kafen, më ftoi të ndihmoja në garazh për të lëvizur disa kuti. Eca pas tij pa fjalë. Kur u mbyll dera pas meje, gjithçka ndryshoi. Ai më kapi nga beli dhe më puthi. Nuk kundërshtova. Më kishte ndodhur vetëm në filma të ndjeja aq shumë zjarr në një moment kaq të shkurtër. E dija që ishte gabim. E dija që ishte burri i hallës sime. Por trupi im vendosi përpara ndërgjegjes sime atë ditë. Si do të reagonit ju në vendin tim? Ishte kjo dëshirë apo mëkat?